Miqtë e mi, mirëdita dhe mirë se erdhët në transmetimin tonë të drejt për drejt, si çdo mesditë, edhe këtë të 21 janarit, ditë e mërkurë, do të jemi në shoqërinë e emisionit Me Zemër të Hapur, duke i kërkuar ndjesë të gjithë personazheve që ishim planifikuar për ditën e sotme, pasi është përmbysur skaleta e emisionit, që mbas ditën e djeshme ka mbritur një denoncimi drejt për drejt në studion e emisionit Me Zemër të Hapur, zhduket në mënyrë të mistershme një 18 vjeçare në shtetin francez. Ajo quhet Erinda Berisha. Në 7 qershor të 2025-ës ajo ka mbushur 18 vjeç dhe me datën 19 janar, rreth orës 7:30 të mëngjesit, është nisur për në shkollë, për në lice, dhe ndërkohë i ka quar një vokal zanor familjes, duke i treguar në këtë SMS zanore që mos më kërkoni më. Ndërkohë që mesazhi është fshirë, familja ditën e djeshme sapo ka dalë nga një denoncimi drejt për drejt në policinë franceze, ka bërë denoncimin edhe në emisionin Me Zemër të Hapur për ta shtjelluar më nga afër rrugën ligjore, mbështetjen që duhet i japi shteti shqiptar nëpërmjet përfaqësimit të ambasadës tonë në shtetin francez, por njëkohësisht policia franceze sipas babait të vajzës, të paktën i kanë dhënë një numër telefoni me të cilin vajza mund të shoqërohet dhe duhet një lokalizim sa më i shpejt i një numri që me sa duket është një numër shqiptar. Ndërkohë që babai thotë që në zonën ku ata jetojnë, në qytetin Moulin Soualer të Clermontit në Francë, në fakt janë rrëmbyer edhe vajza të tjera. Vajza ime, thot babai dhe vllai i kësaj të fundit, nuk ka pasur arsye për t'u larguar nga shtëpia, të paktën ky mund të jetë perceptimi i prindrit, por nuk e dim se çfarë ka ndodhur me vajzën në këto 8 vite qëndrimi në Francë, mundet të jetë integruar në shoqëri dhe më pas mundet të kemi një largim me dëshirën e saj. Megjithatë, mënyra se si është larguar vajza nga familja ngre shumë pikë pyetje, të cilat do mundohemi ditën e sotme, jo vetëm t'i shtjellojmë në studion e emisionit Me Zemër të Hapur, por t'i bëjmë thirrje dhe vetë Erinda Berishës, e cila nëse po më ndjek drejt për së drejti, mbahet peng nga dikush, ajo është e datëlindjes 7 qershor 2007, kjo është vajza e cila ka humbur pikërisht në shtetin francez, në qytetin Moulin Soualer të zonës së Clermontit. Fillimisht ndiqni materialin e përgatitur nga kryeredaktorja e emisionit Me Zemër të Hapur Anila Kmataj dhe rikthehemi në transmetim të drejt për drejt me disa lidhje me Francën, një me familjen e vajzës e cila mbetet në anonim, por zëri i tyre do dëgjohet drejt për së drejti, me kolegen tonë Ermira Kondo Qerimi nga Franca, por edhe me të ftuarat, me zonjat që kam në studion e emisionit Me Zemër të Hapur, me avokatën dhe me psikologen. Vetëm pas pak të gjitha. Historia që do të trajtohet ditën e sotme në studion e emisionit Me Zemër të Hapur do të rondithe të lë pa fjalë një ngjarje e rëndë dhe e dhimbshme e cila ka goditur një familje shqiptare që jeton në Francë prej vitesh, ku vetëm 2 ditë më parë, në orën 07:30 të mëngjesit, para oborrit të banesës së saj, vajza 18 vjeçare e familjes është rrëmbyer në mënyrë të befasishme. Një mëngjes që duhet ishte si gjithë të tjerët u shndrua në një makt të vërtet. Prindrit shprehen se kanë dëgjuar klithmat e vajzës së tyre, brit mandime që ende u jehojnë në mendje dhe në zemër, por nuk kanë mundur të bëjnë asgjë. Që nga ai moment heshtja ka zvendësuar çdo shpresë, ndërsa frika dhe ankthi po të coptojnë çdo minutë shpirtin e tyre. Askush nuk di ku ndodhet dhe në çfarë gjendje është vajza, apo pse kjo u rrëmbye dhe u bë viktime një akti kaq të rënd. Ndiqni rrëfimin e prindërve. Rikthehemi në transmetim të drejt për drejt, do shkojmë menjëherë në Francë, aty ku ndodhet zoti Adriatik, babai i Erindës. Zoti Adriatik, të përshëndes. Përshëndetje. Do ta jap menjëherë fjalën pas pak, më lër të prezantoj drejt për së drejti nga Franca, nga Strasburgu, Ermira Kondo Qerimi, kolegja jon. Ermira, përshëndetje. Përshëndetje kolegi, përshëndetje studios, përshëndetje edhe prindërit që është në shqetësim për vajzën e tij. Faleminderit që je bashkuar ditën e sotme me studios emisionit Me Zemër të Hapur, me mua në studio, Sara Demrozi, avokatja jon, përshëndetje Sara, mirë se erdhe. Përshëndetje. Në krahun tënd, Erilda Ajaz, psikologja jon, përshëndetje, mirë se erdhe. Eksperte ligjore dhe duhet flasim së bashku për këtë gjë. Ndërkohë lidhe me zotin Adriatik. Zoti Adriatik,
Po. Me datën 19 janar, vetëm përpara 2 ditësh, vajza juaj rreth orës 7:30 të mëngjesit ka dalë nga shtëpia. Çfarë ka ndodhur? Unë si zakonisht, unë për shkollë, Po? edhe ne prisnim në drejt që të vinde tate burë. Si zakonisht, Po? në bërën burën gati, Po? edhe i shkujti, mami nuk vitë do të shita për momentin, se e ka monën e gjatë, sa, edhe mi ka dhënë presori 2 orë tjera shtesta, edhe do vi mas dite ke shtëpia, po mos e mërzit. Sa ka qenë ora kur bëri komunikimin me nënën? Ka qenë oraja 12, një pajqa e kaq vite. 12:30, po? Po. Po? Edhe vite sa e zakonisht anë të bukë, ke shtëpia. Po. E si përfundim, e pritëm në orën 6, nuk erdi. Vetëm ku i shkujti mami dhe, mami mos më prit, se unë nuk bimo, jam larguar. Ju lutem, shtetit qytar, francez, unë pranaj kam ikë, ju lutem. Jam përbi, ju lutem, më bimoni, më gotë. Zoti Adriatik, e di që është e vështirë për ju, por duhet marrim sa më shumë informacione, ndërkohë që regjia të shfaqë her pas here për gjithë ata që na ndjekin, si nga shteti francez, si nga Shqipëria, ne nuk e dim se në çfarë thana ndodhet vajza, megjithatë mendimi i familjes është që Erinda Berisha e datëlindjes 7 qershor 2007 është larguar rreth orës 7:30 të datës 19 janar, vetëm përpara 2 ditësh nga shtëpia. Komunikimin e fundit me familjen e ka pasur po atë ditë rreth orës 12:30, 12:45 minuta me nënën e saj, ku nuk ka shfaqur asnjë shqetësim. Ajo i ka thënë që do kthehem për të ushqyer në familje, ndërkohë që rreth orës 18 nuk është paraqitur më, por ka dërguar një mesazh zanor tek familja duke i thënë mos më prisni. Atëherë, zoti Adriatik, a ditë është paraqitur në shkollë vajza? Jo, vajza ke profesori, tha, nuk ka arur në shkollë. E ka konfirmuar shkolla këtë gjë? Po, me ka konfirmuar, ka majtë ke shkolla, njërën tjetërën, ne kishim dërshirë, kishim qëta që i vazën tua, se ishe gotë e mirë, gotë e urës, gotë e selshme, pa probleme, edhe neve ju si familje, jeni të integruar, edhe kaq. Prej sa vitesh jetoni në Francë? Prej 8 vitesh, mos gaboj. 10 vjetë. 10 vite. 10 vite. 10 vjetë, atë nuk di, ku nga shpia, nuk lërë gote. Ju jeni me dokumentat të rregullta si vajza, se ju keni dhe 2 fëmijë të tjerë, apo jo? Gota në pritje, vajza. Vajza vetë, Erinda është me dokumentat të rregullta franceze. Po, tash i ka marrë. Tani i ka marrë. Sa kohë ka që i ka marrë? Ka 3 muaj. Ajo studionte në lice në vitin e fundit ose në gjimnaz, si që quhet në Shqip? Vitin e fundit, merte diplomën tash. Merte diplomën. Si ishte me rezultate? Mirë. Atëherë, rreth orës 18 ajo i dërgon bashortes tuaj, nënës së saj, një mesazh zanor të cilin e ka fshirë më pas. Mami mos më prisni. Po. E kuptoj. Megjithatë, ju keni pritur atë natë, vajza nuk ka ardhur në shtëpi dhe ditën e djeshme sapo keni dalë nga komisariati i policisë në Francë, ju keni telefonuar nëpërmjet një të afërmit tuaj në Shqipëri, mua si emision, apo jo? Po. Çfarë ju kanë thënë në policinë franceze? Gjë tash ardhe boni denancimin e do të ndihmojmë të ta gjejmë. Po gjë tash akoma. E kuptoj. Pra nga dita e djeshme, ende pa bërë 24 orë, ju nuk keni marrë asnjë lajm nga policia? Asnjë. Mirë, kohët e fundit e kishit parë të shqetësuar vajzën tuaj? Erindën? Jo, absolutisht jo. Biles ditën e shtunë, vati me i shoqin e vetë, qëhet aty mediatek, në ora 5 vajzet, edhe vati aty bëjë detyra diktimin, aritmetik me shoqen. Që ditën e ënë që të përgatisë për shkollë. Edhe biles i thamë në vetë në mëngjes, eri i tha keqe mami, po veshe gjupin, jo mami se nuk kam stop. Nuk e di. Pra, ditën e shtunë, ju e konfirmoni, zoti Adriatik, që ditën e shtunë të paktën shoqja apo familja e shoqes e kanë konfirmuar që kanë qenë së bashku? E kanë konfirmuar, edhe gendarmeria kanë konfirmuar që kanë qenë. Që ka qenë tek shoqja, pra shoqja është marrë në pyetje. Po. Ju nuk e keni parë të shqetësuar vajzën? Jo, absolutisht, asë në mëgjes kur i ku ditën në. Jo. Dyshimet tuaja për çfarë janë, zoti Adriatik? Urdo? Dyshimet tuaja ku janë? Ate ma kanë rëndyrë. Pse dilni në këtë përfundim?
Çfarë keni dëgjuar ju? Ajo nuk më largon dhe muje, ajo për familjen e vetë bënte çmos, nuk më largon dhe. Ajo ka qenë, nuk e di çfarë thënë. Ajo ka qenë vajzë shembullore. Ju jetoni me bashorten, me djalin dhe me vajzën tjetër, apo jo? Po. Ata janë 31, 30 vjeç dhe vajza 18 vjeçe. Po. Si ka qenë marrëdhënia juaj familjare? Keni pasur konflikte brenda familjes? Jo. Jeni sigurt për këtë gjë? Jo sigur, për shumë i sigur. Unë po të kem problemë në fund. Nuk ka në gjë. Pra vajza s'ka pasur asnjë lloj arsyeje? Jo, absolutisht jo. Me kë shoqëroi vajza kohët e fundit? Jo, vetëm me nënën e vetë. Vetëm me nënën, edhe kur kisha unë për shumë takim në ndihmose ke shqiptare, se edhe unë jam smur, edhe ajo ka shumë smur. Edhe ajo shumë smur është. Po. Ta më besoni, është shumë smur. E kuptoj. Nga Komaku, nga Bajamet, nga Koka, shumë smur. Babin në këtu, ale me babin. Në baba, shkosh atje. A e keni ndaluar ju të integrohet pak në shoqërinë e saj në Francë prej 10 vitesh? Pra, ajo ishte e lirë për të argëtuar me shoqërinë, dilte? Po. Nuk ka pas problem fare. Nuk ka pasur një ndoshta ndales nga ana juaj? Jo, absolutisht. Kishte njohur ndonjë djalë, nëna ka folur me vajzën, motra ka folur me motrën, ka njohur ndonjë djalë, fliste me dikën në rrjetet sociale? Ne nuk dim gjë. Pra nuk hapej vajza me ju? Jo, nuk dim gjë. Absolutisht nuk dim gjë. E kuptoj. Tani, ndalojmë tek data 19 janar 2026, ajo del nga shtëpia ditën e hënë, për të mos u kthyer të paktën deri në këto momente. Ora ka qenë 07:30 minuta dhe do doja të dija çfarë ka pasur të veshur Erinda. Roba të zeza, pantalon zeza, bluzë të zeza, edhe një shall. Pra, ka qenë e veshur komplet me të zeza. Shalli çfarë ngjyre? Gri më duket. Shalli mund të jetë ngjyrë gri. Çfarë ka marrë me vete atë ditë? Çfarë ka me vete? Në shkollës, si zakonisht. Çantën e shkollës, libra fletore, tjetër? Gjithë, zakonisht. Provimet e gjithë, për ti që shkon e shkollë. Lek kishte me vete, para kishte, euro kishte? Jo, absolutisht jo. Atë si gram. Ushqim kishte me vete? Jo, vitate në drejt të ushqim. Po dokumenta? Dokumenta ka pas pasaport, që mate me vete që mos e ndalonte në policia në diçka, edhe kartën sejur, dokumentat. Pra dokumentat i ka pasur me vete? Po, i ka pas. E mbante gjithmonë apo ishte një ditë e veçantë ajo ditë? Jo, gjithmonë. I ka mbajtur gjithmonë. Atëherë, edhe një herë, ju banoni në Mulan Sualer, të zonës së Klementit. Po. Atëherë, nuk e di, unë ditën e djeshme fola edhe me mbesën tuaj, në mos gaboj zoti Adriatik, me një familjar tuajin, dhe më ka deklaruar që ju keni dëgjuar disa zëra dhe vajzën duke kërkuar ndihmë. A mund të na thoni dhe të na i qartësoni këtë moment? I mohori atë me motrën e vetë, duam ndihmë, tha. Jam larg kësaj Lionit, tha, Parisit, tha. Jam larg, tha. Pra, jam larg Lionit edhe Parisit, ki ka kërkuar ndihmë motrës kur? Në çfarë ore? Ka qenë mazditje. Mbasi ka folur me nënën, me bashorten tuaj. Çfarë i ka thënë? Ja ka dërguar me mesazh zanor? Me kështu zanor edhe tak ju fik biseda. Pra, ka kërkuar ndihmë, i kam thënë jam larg Lionit, larg Parisit, dua ndihmë. Nuk e di se ku jam. Tani, ditën e djeshme ju keni shkuar në polici, por ditën e sotme na kemi vënë në dispozicion një numër që i përket kujt, që nuk mund ta themi në këto momente. Është numër shqiptar? Po. Numër shqiptar është. Por policia pse ja u vuri në dispozicion, se është pak e çuditshme kjo gjë. Nuk e di, e ka vënë se me këtë ka bizetu, se qa është nuk e di. Nuk e di. Pra, që do të thotë zoti Adriatik që është vajza që i ka përdorur këtë numër, vajza mund të jetë bashkë me këtë numër, ka komunikuar me këtë numër? Me këtë numër ka komunikuar. Se kush është ky nuk e di. Ju thoni që vajzën e keni lënë të lirë në Francë, apo jo? Ka pasur shoqërinë e saj, ka pasur argëtimet, janë njëni shoqërinë, shoqëria është më e madhe, më e vogël. Absolutisht, vetëm dy shoqe të rregullta franceze, e rasti që vinte shkollë, në shtëpi, absolutisht. Me mamin dilte,
me motrën, me... Kjo është era e parë që largohet nga familja? Era e parë që largohet. Pra, rrethorëve të mbasdites, kur ju vut në merak për të rrethorës 18, që është shkëputur çdo komunikim me Erinda Berishën, me vajzën tuaj, ju thoni që ajo ka dërguar një mesazh zanor tek motra për t'i kërkuar ndihmë, duke i thënë që jam, nuk e di se ku ndodhem, por jam larg Lionit edhe larg Parisit, që nuk dihet se ku mund të ndodhet. Nuk e di. Pikërisht nga ky komunikim ju besoni se është rrëmbyer, apo jo? Jo besoj, po absolutisht që është rrëmbyer, se ajo është e smur. Ju lutem, aman ju lutem. Ju lutem, ma të nuk e di. Nuk e di. Atëherë, e përsërisim edhe një herë të dhënat, kërkojmë ditën e sotme Erinda Berishën, 18 vjeç, në qershor të këtij viti ka mbushur 18 vjeç, ajo është e datëlindjes 7 qershor 2007, është larguar nga Mulan Sualer i zonës së Klemontit, rreth orës 7:30 të mëngjesit të 19 janarit, ditës së hënë pra, 2 ditë më parë, dhe ndërkohë rrethorëve të mbasdites i ka telefonuar motrës duke i çuar një mesazh zanor dhe më pas duke e fshirë mesazhin siç ka bërë edhe me nënën rreth orës 12:30, 12:45 minuta, ku i ka premtuar që do kthehet për pushimin e drekës nga shkolla, ishte në vitin e fundit në lice ose në gjimnaz, siç e quajmë ne. Kush e ka parë këtë vajzë 18 vjeçe e njeh, numri shqiptar që është vënë në dispozicion nga policia franceze sipas dëshmisë së babait i përket një numri shqiptar, mund të jetë në shoqërinë e këtyre personave, nuk e dim në janë burra apo gra, po ka kërkuar ndihmë tek familja e saj. Lutet babai zoti Adriatik Berisha të japim ndihmën dhe kontributin ton, një numër telefoni të cilën në mënyrë të drejtë për drejtë zoti Adriatik duhet ta lokalizojmë se kujt i përket dhe në çfarë zone është ky numër. Ju pretendoni se vajza është rrëmbyer, ka kërkuar ndihmë, siç e tham, dhe absolutisht nuk ka pasur arsye që vajza të mos kthehet në familje. Ka qenë një vajzë e rregullt, e mirë në mësime? Mesatare. Mesatare, një nxënëse mesatare, mirë. Deputeti i zonës e kishe për zemër, ose bravo, bravo. Edhe këta shoqatës tu, bravo, bravo Erinda, bravo, bravo. Si ty ti gjithë nxënësit, bravo. Me respekt, me kulturë, bravo. Edhe shkolla, gjithashtu. Mirë, zoti Adriatik, do shkëputemi vetëm për fare pak publicitet, do rikthehemi në pjesën e dytë. Unë besoj se kam të mjaftueshme tablon se çfarë ka ndodhur me vajzën tënde, do japim her pas here pasaportën e saj nga regjia, se fokus duhet jetë ajo ditën e sotme për ta parë të gjithë shqiptarët, por edhe të gjithë francezët, nuk e dihet dhe mund t'japin dhe mund të kontribojnë, ndërkohë që edhe shteti shqiptar nëpërmjet ambasadës tonë në Francë duhet të japi ndihmën e menjëhershme në bashkëpunim edhe me policinë franceze, sepse familjes Berisha i është vënë në dispozicion një numër dhe mund të lokalizohet shumë mirë në këtë numër. Vajza mund të jetë në shoqërinë e një personi apo disa personave. Ndjekim publicitetin e parë dhe rikthehemi për ta marrë në analizë, fillimisht me kolegen time Ermira Kondo Qerimi. Mbas hapësirës së parë publicitare jemi në pjesën e dytë të këtij emisioni, jemi në kërkim të një vajze të re e cila është dukur me datën 19 janar, vetëm përpara 2 ditësh, ditë e hënë, rreth orës 7:30 të mëngjesit, është larguar nga banesa e saj në Mulan Sualer të zonës së Klemontit, duke i shkruar një mesazh familjes që unë nuk kthehem, mesazh zanor. E theksojmë këtë gjë që unë nuk kthehem më, mos më prisni, më pas mesazhi është fshirë, ndërkohë që nëna rreth orës 12:30, 12:45 minuta e ka pyetur a do vi gjatë pushimit të shkollës, sepse ajo ishte në vitin e fundit të liceut apo të gjimnazit, siç është
në programet shqiptare arsimore dhe ndërkohë i ka thënë nënës që po do vi, por nuk ka ardhur deri rreth orës 17:30 minuta që i ka thënë pikërisht të fjalën nuk the më. Më pas rreth orës 18 familja është vënë në lëvizje, ajo jeton me nënën, me babain, me vllain dhe me motrën në shtetin francez prej 10 vitesh, ndërkohë ishte pajisur me dokumenta dhe me datën 7 qershor të vitit të kaluar ka bërë 18 vjeç. Erinda Berisha është e datë lindjes 7 qershor 2007. Ndërkohë që motrës i ka thënë, nuk e di se ku ndodhem, kam kaluar Lionin, kam kaluar Parisin, kërkoj ndihmë, aty është dëgjuar dhe bërtitura e vajzës më pas është mbyllur dhe mesazhet zanore që ajo ka dërguar në drejtim të familjes, të gjitha janë të fshira. Ndërkohë që ditën e djeshme familja ka qenë në policinë franceze, policia franceze menjëherë natyrisht është vënë në lëvizje, ka konstatuar që ditën e shtunë ka qenë duke studiuar tek një shoqja e saj, ka qenë një vajzë edukuar sipas babait, ai thotë dhe i lutet çdo shqiptari që po na ndjek drejt për së drejti, pse jo edhe ndonjë francezi, sepse vetëm ditën e djeshme ju keni parë edhe një lidhje të drejt për drejt nga Franca që ne kemi bërë, të një tjetër shtetasi i cili është prej shumë vitesh në Francë dhe ndërkohë ne mund të ndiqemi edhe nga francezë të cilët mund të lokalizojnë vendin se ku mund të ndodhet kjo 18 vjeçare. Edhe njërë lidhe me zotin Adriatik Berisha me babain. Zoti Adriatik, a mendoni që vajza mund të ketë ikur me dëshirën e saj? Jo, me vullnetin e vetë nuk ka ikur kur ajo. E qartë, ju në pjesën e parë tha që mund të vini një shpërblim për gjithë ata që do japin një informacion të saktë për vajzën, apo jo? Po, patjetër. Faleminderit shumë gjithë shqiptarëve, gjithë ata që ju lutem, ma gjeni fëmin, ju lutem o Zoti i Madh. Ndërkohë duhet bërë një denoncim edhe në ambasadën tonë në Paris, keni parasysh këtë gjë. Mirë, dua të shkoj tek zonja Ermira Kondo Qerimi. Zonja Ermira, më dëgjon? Po. Jemi përballë një situate të qartë paktën për ne si gazetar, gjithsesi se si funksionojnë ligjet në Francë, mund na i thoni ju me këtë lidhje të live drejt për së drejti nga Strasburgu. Ndërkohë regjia në Spliter edhe foton e vajzës vazhdimisht. Ju përshëndes, mirëdita babait të vajzës. Para së gjithash, i them vetë një fjalë kurajo, mos të humbi besimin. Në këtë rast unë po bëj ndërhyrjen siç e the ti si gazetare pavarur që punoj këtu, dhe në të njëjtën kohë si përgjegjëse një organizate që merret pikërisht me ndjekjen dhe me mbrojtjen e personave vulnerabël, të rinjve dhe çështjet e ndikimit psikologjik dhe manipulimit. Qëllimi im në këtë rast nuk është as të akuzoj askënd, por më shumë të sqaroj kuadrin ligjor në Francë dhe në të njëjtën kohë përfitoj nga rasti. Familja e vajzës, familja Berisha nëse dëshiron, mund të marrë kontakt pas dhe mund të ndjek hap pas hapi me të gjitha procedurat që ndodhen në Francë, pra me ndjekje psikologjike, zyrtare, familjen. Numrin mund të marrin tek ty dhe mund të gjeten në gjitha rrjetet sociale. E ndoqa me vëmendje me pak shkëputje babain dhe me sa kuptova, domethënë kanë dy mesazhe vokale nga vajza. Por në të njëjtën kohë kanë dhe një komunikim të rregullt në kohën e drekës. Padyshim familja është shqetësuar dhe ka bërë një kallëzim penal. Por në ligjin francez, në kuadrin francez, kur personi, individi është mbi 18 vjeç, është i lirë dhe mund të ikë edhe nga shtëpia dhe të bëj jetën e tij pa dhënë asnjë lloj shpjegimi. Pra, juridikisht vajza është 18 vjeçe. Babai e përjashton komplet mundësinë që ka ikur në mënyrë të vullnetshme, absolutisht nuk e vën dyshim dhe nuk e paragjykoj, por në të njëjtën kohë konstatuam se nuk ka pasur dhe shumë komunikim të hapur me familjen. Pra është një pyetje e madhe që shtrohet këtu. Babai thotë që vajza ka lënë 2 mesazhe vokale, që të dyja janë fshirë. Fatkeqësisht nuk i provojmë dot se nuk i kanë regjistruar dot, pas kanë pasur mundësi të regjistrojnë. Sipas ligjit francez, kallëzimi penal bëhet më njëherë kur familja konstaton që është një zhdukje shqetësuese. Në frëngjisht disparition inquiétante. Pra, familja ka konstatuar që është një zhdukje shqetësuese dhe jo vullnetar. Por në një të kohë më bën shumë përshtypje se si policia i ka dhënë një numër familjes dhe kjo më duket jashtë kuadrit ligjor,
paske në përgjithësi policia nuk i vën dispozicion numra familjes, por përkundrazi bën hetimin e saj, konstaton që vajza ose ka ikur me dëshirë dhe në këtë rast nuk është e detyruar absolutisht t'i japë asnjë të dhënë familjes, ose në rastin tjetër bën hetimin komplet total të qoftë jetës sociale të familjes, si ka shkuar, mos ka pasur një dhunë intrafamiljal, që babai i përjashton dhe nuk e vë as pak në dyshim, pra shumë mundësi tjera. Me sa kuptova, vajza sa është regularizuar, pra sa është rregulluar me anën me letra, si quhen ndryshe. Dhe besoj se vajza ka marrë thjesht një kartë 1 vjeçare, vi prive familjar me që është ende në shkollë. Dhe me sa kuptova, kur babai nënvizoi, shoqata e përgëzon, pra do thotë që familja ende nuk ka një shtëpinë e saj, domethënë të pavarur, siç duket unë deduktoj këtë, siç duket familja ende është në një ndjekje sociale nga një shtëpi në varësi të një shoqate. Pra, është shumë herët për të dhënë përfundime, megjithse 2 mesazhet që janë zhdukur, nuk mund të hedh shumë hipoteza, po të cilat nga ana deontologjike nuk mund bëj dot asgjë publike, sepse është një zhdukje, siç thot babai, por mund të jetë edhe një ikje vullnetare. Pra, janë 2 hipoteza. Në këtë rast, në qoftë se vajza, pra Erlinda Berisha më dëgjon, ajo është tepër e lirë, mund të marrë dhe kontakt me mua, dhe unë mund të ndihmoj komplet familjen që të arrijnë të bashkohen me fëmijën e tyre, në qoftë se familja dëshiron, jam e gatshme që t'i jap ndihmën familjes, por çështja është shumë komplekse kur të kem dosjen komplet, kur të kem dhe kallëzimin penal, që familja besoj ka një kopje të kallëzimit penal, dhe është dhe një pyetje tjetër që unë ja shtroj babait, meqense vajza është ende nën 21 vjeç, nga 18 deri 21 vjeç quhet zhën madhor, pra një i ri i rritur. A ka marrë familja kontakt me servisin social dhe me mbrojtjen sociale? Pyetja tjetër që i shtroj familjes, a e ka konfirmuar shkolla ikjen e vajzës, apo vajza ka qenë gjithë ditën në shkollë? Tu ishte shumë pikë pyetje. E kemi thënë në fillim të emisionit, pra vajza është konfirmuar nga shkolla që vajza atë ditë nuk është paraqitur në shkollë. E kemi konfirmuar. Ndoshta se ke dëgjuar në pjesën e parë. Shkolla kur e ka konfirmuar që vajza nuk ka qenë në shkollë? Të duhet konfirmimi i shkollës. Atëherë, zoti Adriatik më dëgjon? Po, ju dëgjoj. Çfarë dite të ka konfirmuar shkolla që vajza nuk ka vajtur në shkollë? Me datë 19 apo me datë 20? Me datë 19. Po atë ditë, Ermira. Në cilën orë? Në orën 10. Atëherë edhe një herë zoti Adriatik? Në orën 10. Në orën 10 të mëngjesit. Po. E kemi të ka bërë një kontakt me telefon apo me shkrim? Me pronote thot. Erinda nuk është paraqit në shkollë, ekol. Sa e që për shkakun ka pas muon indivu me një doktor ose me një avokat takim ose takim shumë indivu, i merr shale, për shkakun nuk do vi sot. Pra, kur ka qenë në procesin e dokumentave dhe ka pasur takime avokat, apo ishte për arsye shëndetësore mos paraqitja e saj, gjithmonë prindrit komunikonin me liceun dhe me shkollën e vajzës ku studionte. Dhe atë ditë ka qenë shkolla rreth orës 10 që ka njoftuar familjen që vajza nuk është paraqitur në shkollë. Ermira, ndoshta mund të jenë detaje që ti mund t'i flasësh me familjen edhe jashtë programit, se do t'ju vendos kontaktet me njëri tjetrin. Evis nuk dëshiroj të kaloj kodin e deontologjisë. Dosja mund të jetë shumë komplekse nga ana sociale dhe dhimbje që vajza nuk ndodhet më në familje. Jam e gatshme t'i vë dispozicionin familjes, në qoftë se ata dëshirojnë mund të marrin kontakt direkt mbas emisionit dhe padyshim në distancë mund t'i jap çdo ndihmë të domosdoshme për gjendjen e vajzës dhe me kontakte me institucionet. Nuk dëshiroj dhe nuk mund të kaloj qoftë nga ana deontologjike, qoftë dhe nga ana njerëzore, të shtilloj më shumë hipoteza. Të lutem, Ermira, më dëgjoj pak për sa i përket edhe policia franceze ka vënë në dispozicion një numër shqiptar, të paktën sipas zotit Adriatik. Evis e cilësova. Kjo më duket tepër e çuditshme sepse policia franceze nuk te kalon masat, nuk te kalon në kodin e saj të komunikoj numra. Kjo më duket tepër e çuditshme.
Prandaj dëshiroj më shumë kontakt me prindrit mbas emisionit, sepse sipas rregullores policia nuk vën dispozicion numra. Policia vetëm bën konfirmimin. Vajza është gjallë dhe e lirë dhe ka ikur me dëshirën e saj, dhe në këtë rast nuk është e detyruar të japi asnjë lloj përgjigje familjes së është mbi 18 vjeç, ndërsa në rastin tjetër bën hap hetimin e saj, pra hap investigimet e saj, qofse vajza është në rrezik dhe fillon një hetim total, social, psikologjik etj. Dua t'i bëj edhe një thirrje regjist, mos më vër mua në splitër të vër pasaportën, na intereson pasaporta e vajzës, ju lutem, ose në qoftë se do bëni planin e madh, ma vendosni në wall sepse ndiqemi dhe duhet marrim sa më shumë informacione, ndërkohë që në strishat poshtë mund vendosim edhe numrin ton të kontaktit dhe të vinë çdo denoncimi drejt për drejt në studion e emisionit Me Zemër të Hapur. Qoftë edhe në numrin e telefonit 069 20 37 000. Vendosni këtë numër telefoni, faleminderit edhe Anilës që në korrekord nxori numrin e telefonit që bën të mundur çdo informacion që mund vi në kohë reale. Atëherë Ermir, për ta përmbyllur se më duhet të kaloj edhe tek zonjat në studio, ke pyetje të tjera, paqartësi të tjera në lidhje me atë çfarë tha babai në studio? Nuk mund të bëj më shumë debate, sepse dosja është intime dhe individuale. Dëshiroj që babai, nëse kërkon ndihmën e tij, nëse dëshiron një ndihmë, jam e gatshme të jap ndihmë dhe të marrë numrin e tij. Ermira, si mund ta shpërndajmë foton e vajzës në të gjithë Francën? Si mund na ndihmosh që publikimi të jetë sa më i qartë në media dhe ndoshta aty komuniteti jonë në Francë, por edhe vetë francezët mundet të reagojnë dhe të mos kalojnë më shumë ditë, se sa më shumë ditë kalojnë, aq më në vështirësi ndodhet vajza. Ajo në qoftë se po. Evi, siç ta sqarova, jam e gatshme për çdo lloj ndihme. Faleminderit. Padyshim në të gjitha rrjetet sociale unë do të bëj publikimin e tjera, por pasi papai të ketë marrë kontaktet më japi më shumë të dhëna dhe të seleksionojmë dhënat pa prekur jetën private, qoftë të vajzës, qoftë të familjes. Pra, e falenderoj edhe një herë babain për kurajon që ka marrë, mbi të gjitha mos humbi shpresat dhe besoj se së bashku do ta gjejmë vajzën dhe nuk ka asgjë të pamundur. Mirë, unë të falenderoj për optimizmin që jep edhe një babai në dëshpërim, sepse e dëgjuam edhe tek sa i lutej të gjithë shqiptarëve, të gjitha institucioneve, qoftë në Francë, qoftë edhe në Shqipëri, nga shërimin, sepse ai ka marrë përsipër që në këtë tronditje kaq shumë të madhe, ju i dhat kurajo ai të flasi me zemër të hapur ditën e sotme, drejt për së drejti, bëj thirrje edhe Erindës, në qoftë se ka mundësi për të kontaktuar me familjen, le të japi një mesazh zanor ose një mesazh në të shkruar të tregoj vendodhjen, të çojë ndoshta edhe vendodhjen e saj se ku mund të jetë për ndihmuar edhe më shumë policinë franceze, por edhe gjithë shqiptarët, nëse po na ndjekin dhe e dinë që Erinda Berisha mund të jetë kjo 18 vjeçare në shoqërinë e dikujt, nuk ka asgjë të keq, është 18 vjeç, le të vazhdojë jetën e saj, por duhet komunikoj me familjen dhe t'i thotë që është ndosh e mirë. Ndërkohë dua të kaloj tek të ftuarat e mia, tek Erilda Ajaz, tek psikologja jonë, me kaq sa dëgjuam nga babai. Këto janë disa të dhëna. Babai thotë nuk kemi pasur asnjëherë probleme në familje, por ne nuk e dim se në çfarë lloj shoqërie gjatë procesit mosimor ajo me kë shoqëroi në rrjetet e saj sociale, me kë komunikonte, ne nuk dim absolutisht asgjë, sepse edhe në qoftë se ka rënë me kontakt me këta njerëz të cilët mund ta kenë rrëmbyer, atëherë si ka mundësi që ato e kanë ditur se kush është Erinda kur dilte nga shkolla, pra kanë qenë në survejimin e tyre, ndoshta mund edhe ta kenë kontaktuar, se kemi fillimisht, nuk e di ma e ka dërguar Erinda me vullnetin e saj të lirë, unë nuk kthehem më, dhe më pas i ka thënë nënës që do kthehem për drek, dhe më pas i ka thënë që unë nuk vi, më ndihmoni, jam larg Lionit edhe Parisit, nuk e di se ku jam, dhe është dëgjuar e bërtitura e saj. Mund të jetë futur dhe në një kurth, mendoj unë. Po, atëherë jemi në një spekulim në fakt, jemi duke diskutuar për rastin dhe ende janë disa pikpyetje të mëdha të cilat do të bëhen të qarta vetëm nëpërmjet hetimeve zyrtare nga autoritetet përkatëse. Prindrit janë drejtuar tashmë edhe policisë në Francë dhe kanë vepruar drejt sipas gjykimit tim për të vënë në dieni dhe për të nxitur sa më shpejt kërkimin e vajzës. Nga ato që u thanë nga babai, në fakt duket sikur vajza ka qenë një vajzë shumë e qetë, me një jetë të rregullt, me një rutinë të parashikuar. Nuk raportohen konflikte në familje apo konflikte me
bashkëmoshatar, kështu që për këtë arsye babai ngre pikpyetjen edhe ngre alarmin se mundet që të kemi të bëjmë me një rast rrëmbimi. Rastet e rrëmbimeve flasim në përgjithësi gjithmonë. Sepse fletë mesazhi zanor që babai thotë. Mesazhet zanore në fakt janë kontradiktore dhe kontradiktat mes tyre mesazheve një herë mos më kërkoni sepse nuk kthehem më. Dhe herën e dytë presionin e dikujt apo jo? Pikërisht, dhe herën e dytë vajza ka kërkuar ndihmë dhe ka përcaktuar dhe një lokacion se ku mund të ndodhet. Këto dy mesazhe kontradiktore pikërisht sinjalizojnë se mundet që të kemi të bëjmë me një presion të fortë psikologjik dhe një manipulim të viktimës në këtë rast. Kur spekulimi në këtë rast, e përmendë fjalën spekullim, që me këtë rast po spekulohet. Spekulimi ku qëndron? Në faktin që familja denoncon dhe ndoshta nuk është e qartë në detajet që jep? Pikërisht, pra ne jemi duke ngritur hipoteza, por që këto hipoteza nuk mund të jenë 100% të sigurta për sa kohë që të gjithë detajet e historisë nuk janë bërë prezente. Ndaj edhe e theksova që hetuesi... Pra, ti shikon një rezervim nga ana e familjes, që thua nuk janë bërë prezente, ka që informacione ka familja? Me ka sa informacion kemi, pa tjetër që dhe ne këtu jemi të kujdesshëm për të mos ngritur, po themi, dyshime të tjera, por pa tjetër që nga indikacionet, nga mënyra se si babai e referon dhe e tregon të gjithë ngjarjen, dyshohet për një rrëmbim. Dhe këtu theksi në fakt është tek mënyra se si ndodhin rrëmbimet, se si autorët përdorin dhunë, manipulim, ndërprerje ose një siguri të reme, po themi, dhe më pas veprojnë dhe kalojnë në një etap tjetër. Pra, detajet që jep babai nuk duhet dalim në disa përfundime, se pastaj bijem në spekulim, thoni ju, tek çështja e rrëmbimit. Po mirë, le të dalim edhe në një tjetër version që vajza mund të ketë ikur me dëshirën e saj. Duhet kishte dhënë sinjale kjo vajzë në familje, apo ka qenë familja e pa aftë për ta kuptuar që ndoshta vajza mund mos gjendej rehat në atë mjedis familjar dhe ka kërkuar të bëjë shkëputjen, por unë besoj se në vitin e fundit të liceut, gjimnazit, pra siç e quajmë ne ndryshe në Shqipëri dhe të mos përfundimit të saj, një vajzë që studionte, që kishte rezultate mesatare, që merrte edhe përgëzime nga ana e deputetit të zonës. Pikërisht, mënyra se si babai e paraqiti rutinën e vajzës ose jetesën e saj duket krejt normale. Pra nuk kemi të bëjmë me një vajzë e cila ka paraqitur problematika apo ka qenë në konflikte dhe ka marrë dhe sinjale nga shkolla që mund të ketë patur konflikte dhe me moshatarët apo me mësuesit. Pra profili i vajzës në këtë rast është krejt normal dhe duket shumë i qetë. Prindrit patjetër janë të shqetësuar, është e rëndësishme që ata të ruajnë qetësinë në këto momente dhe të vijojnë me kërkimet, pra të mos tërhiqen, mos të ndërpresin kërkimet e vajzës së tyre dhe të kemë besim të plot tek autoritetet duke vendosur të gjithë frontin e institucioneve, qofshin ato franceze apo dhe shqiptare në bashkëpunim dhe në ndërmjetësim me njëri tjetrin për të vijuar kërkimet. Mirë, të marrim të mirëqen që vajza mund të ketë ikur me vullnetin e saj dhe me dëshirën e saj, ndoshta njoja me ndonjë djalë, ndoshta shkëputja nga familja, arsye të cilat i di vetëm vajza, por do doja të dija se kam të konfirmuar nga policia franceze, thot babai, që ditën e shtunë, me sa duket shoqja e saj është marrë në pyetje nga policia, por dhe familjarët e shoqes besoj që ato kanë studiuar bashkë. Një vajzë që organizon ikjen në këtë lloj mënyre, a duhet të shkonte dhe të studionte ditën e shtunë tek shoqja e saj, dhe pse duhet vendoste ditën e hënë kur ka marrë edhe librat, ka marrë çantën dhe të gjitha dokumentat që i ka zakonisht dhe çdo kohë me vete, për shkak se mund të ndalohej nga policia dhe duhet të paraqiste dokumentat, si ndodh me çdo qytetar të rregullt. Në fakt që duhet i ketë mjetet e identifikimit me vete. Duhet mbajtur mjetet e identifikimit. Pse duhet ta bënte këtë lëvizje? Kur vajza është shumë mirë, mund të thoshte jam ke shoqja dhe mund të zhdukej nga ambienti i shoqes. Pikërisht, pra, ndaj dhe ka shumë pikpyetje në të gjithë skenarin që ne dëgjuam, në të gjithë ndodhit dhe ngjarjet kronologjike të cilat babai i raportoi. Këto duhet të merren në konsideratë, duhen parë me shumë kujdes se çfarë marrëdhënie ka patur vajza me shoqen e saj, se çfarë kontaktesh të tjera ka bërë vajza edhe gjatë periudhës së fundit, pra jo vetëm ditën e shtunë, por në një kohë pak më të gjatë se sa kjo. Ja, ta pyesim pak babain, zoti Adriatik, më dëgjon?
Ke pasur mundësi të flasësh me shoqet e vajzës, se 2 shoqe franceze më the ka? Jo. Nuk e mundur të flasësh? Jo. Duhet komunikosh për të kuptuar që a ka qenë e shqetësuar në fakt Erinda ditët e fundit apo jo? Jo, absolutisht jo. Vetëm policia ka folur me shoqen që kanë studiuar ditën e shtunë? Po, vetëm ata. Vetëm policia. Ju i njihni shoqet? Jo, nuk i njoh. Nuk i njihni. As jo ju personalisht, as bashortja juaj, as motra nuk i njeh këtë shoqe? Jo. Sa larg ishte shtëpia e shoqes nga shtëpia juaj, që ka shkuar ditën e shtunë? Nuk e di. Po me autobus 20 minuta, me autobus. Me autobus 20 minuta. Pra ajo ka qenë e pavarur për të shkuar tek shoqja, shoqen e njeh vetëm ajo, mund ta njohë edhe vajza juaj më e madhe apo djali ose bashortja juaj. Pra ka bërë një jetë të lirë Erinda. Shoqet e shkollës. Shoqet e shkollës, pra, shoqet e shkollës. Po mirë, me shkollën keni komunikuar, shkonin të në takim me prindër, çfarë thoshte shkolla për sjelljen e Erindës? Erinda shumë mirë. E urtë, e respektume. Ka pasur konflikte në shkollë me bashkëmoshatar, bullizime? Jo. Fare? Jo. Bile se dhe ky i meris këtu ka pas shumë respekt për neve. E kuptova. Megjithatë këto 2 shoqe ju nuk i njihni, asnjë nga pjesëtarët e familjes tuaj. Jo. Deputeti era atje ku ka punuar 8 vjet punë benevol me gjithë punën, me gjithë familjen, kishin respekt, ne nuk kena pas kur probleme këtu. A merrte pjesë Erinda në aktivitetet e shkollës? Po. Merrte pjesë në aktivitetet e shkollës. Po me shoqet e shkollës organizonte diçka në mënyrë private? Jo, absolutisht. Jo, vetëm do shkojmë këtu. Për shumë kena një kinema. Shkonte në kinema, frekuentonte, shkonte në kafe, në kinema? Jo, në kafe, kur jo. Po pse qatë të keqe ka? S'ka në një të keqe, zoti Adriatik, të konsumosh një kafe? Jo, dakord, po, që të kemo abetin të thëmë drejt. Jo, absolutisht. Ajo kthej nga shkolla në çfarë ore, zakonisht? Në ora 8. Në orën 8? Ditë hënë ka pas dhe në orën 6. Në orën 5 dhe ditë hënë në orën 6. Po. Dhe dilte nga shtëpia në orën 7:30 dhe kthej çdo ditë për të konsumuar drekën në familje? Po, çdo ditë. Sa larg është shkolla, liceu ku studionte Erinda me shtëpinë? 3 ore me autobus. 15 minuta me autobus. Po. Megjithatë ju thoni që me shoqet e saj ajo frekuentonte kineman, apo jo? Po. Dhe shoqen më të mirë kishte motrën? Po, motrën, nanën. Hajde, dalim këtu, shëmë duke parku. Shiko, keni kuptuar që ajo mund të ndjente diçka për një djalë, mund të kishe shoqëri me ndonjë djalë? Jo, absolutisht. Unë për shumë, po të disha për shumë, do të pyes. O gote, kush është ai djalë, edhe duhet të isha interesuar. Ai që e ka marrë për shumë, ai duhet të tregoj numrin e telefonit, duhet të tregoj foton, unë jam që ta ka marrë vajzën, e dua për jetë, edhe njemi njerës, merrni vesh. Po jo kështu. Pra, në qoftë se është në shoqërinë e një djali, djali duhet ju telefonojë në fakt dhe duhet ju thotë. Nuk e dini. Nuk e di ku ndodhet goca, kush është ai që e ka marrë. Po për sa e ka marrë. Nuk e dim. Ajo është të thënë drejt, ajo është një fëmijë i urë, një fëmijë ëngjël, ose ka më fëmijë, për një gjithë shkolla, llogarit imagjinon. Deputeti na respektove neve. Zoti Adriatik, në qoftë se vajza juaj do t'ju vinte dhe do t'ju thoshte që kam njohur një djalë dhe e dua, ju si do vepronit? Dakord. Mirë, zoti Adriatik, përsërisim edhe një herë pasaportën e vajzës tuaj, të dhënat dhe foton e saj, Erinda Berisha, e datëlindjes 7 qershor 2007. Kjo është Erinda Berisha, e larguar pikërisht ditën më parë, ditën e hënë, rreth orës 7:30 me datën 19 janar. Ka dalë nga shtëpia për të mos u kthyer më, rreth orës 12:30 minuta nëna ka shkëmbyer mesazhe me të bijën duke i thënë që a do kthehesh për të ngrënë dhe për të konsumuar drekën dhe i ka thënë po, më pas ka thënë që jam larguar në një mesazh zanor të cilin e ka fshirë me një herë dhe mbas orës 18 i ka dërguar një tjetër mesazh motrës ku i ka kërkuar ndihmë dhe i ka thënë jam larg Lionit, jam larg Parisit, nuk e di se ku ndodhen dhe më pas janë të gjuar të bërtiturat e saj dhe telefoni është mbyllur. Zoti Adriatik, keni tentuar ta telefononi ju drejt për drejt Erindën? E ka fik numrin, kam
aksentuar kushe disa e ndarje, gjithatën unë nuk fle. Unë nuk fle. E kuptoj. Ju keni vënë edhe një shpërblim për gjithë ata që kanë një informacion të saktë për vendodhjen e kësaj 18 vjeçare? Patjetër. Sa do të kemë mundësi do t'jap, edhe jashtë mundësive. Ndjekim hapësirën, po. Ndjekim hapësirën e dytë publicitare dhe rikthehemi një herë në studio. Jemi rikthyer drejt për së drejti në pjesën e tretë dhe të fundit pas hapësirës së dytë publicitare. Në kaq pak minuta sa na kanë mbetur, duhet flasin të gjithë të ftuarit e ditës, por kam disa pyetje në fakt duke biseduar gjatë hapësirave publicitare me të ftuarit e mi në lidhje me zotin Adriatik. Zoti Adriatik, më dëgjon? Po. Mesazhet vajza ju a ka dërguar ku? Në WhatsApp? Po. Atëherë, një investigim shumë i shpejt i koleges time dhe kryeredaktores emisionit Me zemër të hapur Anila Kmataj, por e vërtetuar tashmë edhe nga unë, WhatsApp-in në numrin e telefonit të Erindës është fshirë. Po, e ka fshirë. Nuk ka më WhatsApp. Ja ka neq, që atë ditë, që bërtiti edhe ja ka neq. Unë do mundohem në transmetim të drejt për drejt, të lidhem me Erindën, të kuptojmë telefoni është i fikur, as sekretari telefonike dhe as gjë tjetër. Pra, telefoni është i fikur. Bëra një provë live për të kuptuar, pra të gjitha mesazhet i ka dërguar në WhatsApp. WhatsApp-i nuk ekziston më, numri i telefonit është i fikur, është i mbyllur, duket që karta nuk funksionon, sepse në të kundërt, në shtetin francez del sekretaria telefonike. Gjithsesi, kam zonjën Ermira Kondo Qerimi nga Strasburgu, kolegja ime, kërkon të bëj një pyetje zotit Adriatik. Ermira, më dëgjon? Po. Se nuk kam më kohë dispozicion, po. Dëshiroj të bëj një pyetje zotit Berisha. Po. Që nga dita e hënë, kur shkolla informoi që vajza nuk ka shkuar në shkollë, a ka marrë më kontakt në fizik, prezencial me shkollën, apo jo? Jo, absolutisht jo. Se do kështë njoftu shkolla se... Jo, ju vet, keni shkuar personalisht, fizikisht në shkollë? Po, vet kam prakur drejtorin, atë profesori, kujdestar. Pra ka shkuar Ermira me pak fjalë, se nuk kam kohë dhe nuk më ka folur Sara akoma. Okej, po me shërbimin social që kam kontakt, që jam përgjegjës për fëmijët nga 18 deri 20 vjeç, mbrojtjen e minorëve, pra a ke marrë kontakt? Jo, unë kam vajt direkt në komisariat, ke avokati edhe ndaj emisionit Enis Ameti. Atere, të lutem Ermira, do keni mundësi të flisni pas kamerave. Do keni mundësi të komunikoni dhe të shkëmbeni numrat, si që më premtove, nuk më ka folur Sara, ende të lutem të kërkoj ndjes për ta përfunduar, apo Erilda, do ta japësh mesazhin për gjitha familjet shqiptare, për gjitha vajzat pastaj, apo të vazhdojmë të vijoj Sara. Sara, çfarë mendon ti? Sepse ju vini nga zyra avokatëve antikorrupsion detektive privat. Ju me këtë çështje merreni çdo ditë. Pra, ne nuk mund të spekulojmë me pistat tona, edhe pse jemi në dy pista, në ike me dëshirë dhe në ike pa dëshirë, siç folëm edhe me psikologën, por dhe me Ermirën, por ju mund të ngrini pistat tuaja, duke qenë se është vënë në dieni edhe avokati zotin Due Pietra. Po, situata e vajzës është shumë alarmante. Kemi disa shqetësime konkrete dhe reale. Në radhë të parë komunikimi i fundit me motrën, ku ka shprehur vetë rrezikun që ndodhej në një qytet të tjetër larg shtëpisë. Kjo tregon shumë qartë që vajza nuk është larguar me vullnetin e saj, mund të jetë rrëmbyer, mund të jetë gënjur ose mashtruar nga dikë që e ka tërhequr vajzën pranë vetes, por në një moment ku kjo ka ndjerë që nuk ndihet më e sigurt, ka tentuar direkte të mbaj komunikim me familjen. Edhe pas komunikimit me familjen, është fshirë komplet WhatsApp-i, është fikur telefoni, edhe vajza ndodhet tani në një çështje, në një situatë shumë të rrezikshme për jetën e saj në radhë të parë. Një fakt tjetër, pra familja sigurisht ka vajtur tek policia, ka kallëzuar penalisht faktin edhe e rrëmbimit, edhe policia ka nisur hetimet e saj. Si fillim kanë marrë të gjitha provat e mundshme, pra kanë tentuar të
rindërtojnë ditën e zakonshme të vajzës, pastaj, siç sotria tha vetë, kanë zbuluar që nuk ka vajtur në shkollë, nuk është prezantuar atë ditë, i ka thënë nënës që okej, do vi për drek, pastaj nuk erdhi, pastaj vonohem, pastaj mesazhi i fundit ka qenë për motrën që ndodhej në rrezik. Pra, nuk kemi një stabilitet të gjitha mesazheve që të ketë një kronologji rrjedhse. Jo vetëm që nuk kemi kronologji, por nuk kemi as provë, sepse tashmë mesazhet janë fshirë. Shiko, nëse është ashtu si thot babai, pra që mund t'jetë rrëmbyer, mund t'jetë marrë nga dikush i cili jo domosdoshmërisht ka qëllime trafikimi, rrëmbimi dhe gjithçka e tjetër. Mund t'jetë edhe personi që ajo mund të dojë dhe mund t'jetë me dëshirën e saj. Mënyra se si ka nisur këto mesazhe, për mendimin tim, që fillimisht i ka mbajtur me shpresa, pastaj ka thënë që nuk vi, dhe pastaj mesazhi i fundit të lë pikpyetje të tjera, do të thotë që personi ka dashur kohë, ose vetë Erinda ka dashur kohë të largohet pikërisht nga zona ku ajo ka jetuar. Evis duhet të theksuar që ka dashur kohë të largohet. Gjithmonë një prind, sidomos në moshën 18 vjeçare, nuk e njeh kurrë deri në fund fëmijën se si është. E di që e ka një fëmijë të mbar, por nuk e njeh faktikisht se çfarë bën, me kë flet, me kë nuk flet, botën e brendshme emocionale, botën në rrjetet sociale, prindëri nuk është në dieni. Mbase janë në dieni shoqet e ngushta, por prindi është i fundit që e merr vesh. Po, ja ta pyesim, zoti Adriatik, a ka pasur rrjete sociale vajza juaj, Instagram, Facebook, platforma të tjera? Nuk ka pasur. Unë jam 58 vjetë, nuk marrë vesh nga ta, unë edhe telefonin tuja. Jo, a ka pasur vajza, jo, a ke ti? Vajza veta ka pasur? Jo, nuk ka pasur. Mirë, Sara, e kuptojmë. Sara. Pra, në dijenin e teatrit, vajza nuk ka pasur. Unë mendoj që nuk është vërtet, po nuk mund të spekuloj dot. Gjithsesi, policia në momentin që është dhënë numri i telefonit të vajzës, ka tentuar të lokalizohej që Lizat pra se ku ndodhet vendodhjen e fundit, ka sekuestruar rrjetet sociale, nga rrjetet sociale përfshihet edhe WhatsApp-i, edhe ka arritur në konkluzionin që ka komunikuar me këtë numër shqiptar. Shiko, kjo mbyllje e telefonit, mbyllje e WhatsApp-it mund të mos jetë domosdoshmërisht një mbyllje dhe një marrje e numrit të telefonit, hedhja, prishja e kartës e tjerë. Mund të jetë tashmë që na del ne në këtë lloj mënyre marrë në nënvëzhgim edhe nga policia franceze, sepse ata kanë dalë në një përfundim dhe një numër shqiptar vënë në dispozicion familjes dhe mos shpërndarjen e këtij numri, do të thotë që qelizat telefonike të këtij numri shqiptar mund të jenë afër me qelizat telefonike të vetë vajzës. Mund të jetë edhe kjo. Mund të jetë pra edhe kjo. Prandaj nuk duhet të nxitohemi në nxjerrjen e konkluzioneve. Absolutisht, ne jemi duke analizuar rrëfimin e babait, nuk jemi duke dalë në konkluzion sepse nuk e kemi të gjitha mjetet për të përfunduar hetimin. Ta pyesim pak zotin Adriatik, duke qenë se përpara Sara ne kemi folur edhe me avokatin, me zotin Due Pietra. Zoti Adriatik, nga kush zonë e Shqipërisë jeni ju? Nga Tirana. Jeni nga Tirana. Ju mundet që nëpërmjet avokatit tuaj, por nëpërmjet edhe ambasadës tonë në Paris, në Francë, të lidheni edhe me prokurorinë shqiptare, të bëni një denoncim edhe në qytetin e Tiranës, në prokurorinë e Tiranës. Këto janë këshillat që na vjen nga shoqata avokatëve antikorrupsion, detektive privat, zotin Duet Pietra dhe Sara Demrozin, që kam të ftuar në këtë studio. Prandaj paralelisht me Francën, mund të bëni denoncime edhe këtu, që të bijem në gjurmët e vendodhjes dhe tabulateve dhe qelizave telefonike të atij numri shqiptar. Besoj se më kupton, apo jo? Okej. Dakord, do lidhemi pas emisionit bashkë se si mund të vjeni në kontakt me gjithçka. Sara, për ta mbyllur, fjalia e fundit. Të konfirmoj që kompetenca toksore momentalisht i përket Francës. Gjithsesi është e rëndësishme që të vendosen në dieni edhe autoritetet shqiptare për të marrë parasysh faktin e rrëmbimit apo se çfarë i ka ndodhur vajzës, sepse është një sjellje shumë anormale për një vajzë që kishte një jetë goxha normale, një vajzë që studionte, një vajzë që kishte shoqërinë e vet, shkonte në kinema. Kjo është situatë goxha alarmante.
Mirë, faleminderit Sara, ndoshta do jemi në bashkëbisedim si që ndodh gjithmonë teksa mbyllim emisionet edhe me babain e vajzës për të bërë edhe atë çfarë ju keni sugjeruar si zyrë avokatore. Pra, që në prokurorinë e Tiranës të bëhet edhe një denoncim dhe më pas është prokuroria që vë në lëvizje kompanitë celulare për të kuptuar se ku ndodhet vendodhja e këtij numri telefonik që me sa duket sipas policisë franceze është së bashku me vajzën. Tashmë është momenti jot për të bërë thirrje shumë shkurt për ta mbyllur. Një thirrje publikut në rast se ka informacione të sakta dhe konkrete të bëj sinjalizimet dhe deklarimet ose të ndaj këto informacione me organet kompetente dhe të eliminohen sa më shumë thashë themet apo deklaratat emocionale pasi nuk ndihmojnë në këtë rast, përkundrazi e dëmtojnë situatën. Një apel edhe për vajzën në rast se na dëgjon diku, e njoftojmë se ka njerëz të cilët janë duke punuar për sigurinë e saj dhe ajo të gjejë nëse mundet të gjejë një mënyrë të sigurt për të komunikuar qoftë edhe me një nga familjarët, ta bëj këtë sepse ndihmon shumë edhe veten e saj në këto momente. Ju falenderoj të dyave për prezencën në këtë studio. Lidhemi drejt për së drejti me Strasburgun për të falenderuar dhe zonjën Ermira Kondo Qerimi. Zonja Ermira, të falenderoj dhe të përshëndes nga studio emisionit Me Zemër të Hapur. Po, më thuaj. Ju dëgjoj dhe dëshiroja nëse Erinda më dëgjon në këtë momente dhe nëse ndoshta nuk ka kuraj, nëse ka ikur me dëshirën e saj dhe nuk ka kuraj të kontaktoj familjen, është tepër e lirë në kontaktoj dhe të gjejmë një ull bashkëpunimi me familjen, ose në rast të kundërt, në qoftë se është e ikur pa dëshirën e saj, në qoftë se gjen mënyrën përsëri ta kontaktoj dhe do jemi gjithmonë në krah të saj. Dhe në të njëjtën kohë, babai, familja mund të marrë përsëri kontakt dhe së bashku mund të gjejmë udhën e domosdoshme të gjetjes së vajzës. Faleminderit Ermira, faleminderit, shumë faleminderit. Faleminderit, kurajo vjen drejt për së drejti edhe nga ne si studio emisionit Me Zemër të Hapur, tek zoti Adriatik Berisha, tashmë ta mbyllim me thirrjen e këtij babai. Zoti Adriatik, do doja dy thirrje nga ty. Fillimisht nga gjithë shqiptarët, apo nga gjithë francezët, apo nga gjithë institucionet që kanë në dorë zgjidhjen e këtij problemi. Çfarë do t'i thoje? Ju lutem më ndihmoni për vajzën sa më shpejt ta gjej. Ju lutem, jemi njerëz me gjitha. Ato ditë që do të plot pa familjen. Zoti Adriatik, vetë Erindës çfarë do t'i thoje? Erinda, ti e thumi babi. Babi ty ka shpresë. Unë batë ty që të dhe babi. Ti e di, ti ishe smur edhe unë smur, unë shpital, edhe mami smur. Vla jo t'u aperu, ne jemi smur me ba. Kush është ai që ta bëri këtë? Atë ke gje baba. Kreo, mendo për babën, mendo për veten. Të lutem Eri, të lutem. Zoti Adriatik, Zoti Adriatik, shpresoj që Erinda t'i dëgjoj fjalët tuaja, nëse nuk është në vështirësi dhe ka ikur me vullnetin e saj të plot, ajo të komunikojë me ju. Kjo thirrje vjen drejt për së drejti edhe nga ana ime, nëse nuk dëshiron të komunikojë me familjen, mund të komunikojë me mua, mund të komunikojë edhe me zonjën Ermira, mund të komunikojë edhe me të ftuarit e mi, ne do t'i gjendemi për krah, nëse ajo ndodhet në vështirësi, ta gjej mënyrën për të na kontaktuar, për të na dhënë një vendodhje dhe menjëherë policia franceze por dhe ajo shqiptare do ndërhyjnë në kohë rekord. Edhe njëherë japim të dhënat e Erinda Berishës, e cila ka lindur me 7 qershor të vitit 2007, është larguar ditën e hënë me 19 janar, rreth orës 7:30 të mëngjesit, ka komunikuar me mesazhe zanore për gjatë gjithë ditës, herë ka komunikuar sikur ka ikur me dëshirën e saj, por mesazhi i fundit ka shkuar tek motra mbas orës së 18 të ditës hënë me 19 janar, ku i ka treguar motrës që është në një vështirësi. Prandaj kushdo që e nje Erinda Berishën, 18 vjeçe, i ka mbushur në qershorin e vitit kaluar e datëlindjes 7 qershor 2007 nga zona e Mulan Sualer në zonën e Klemontit. Bashkë ndajemi këtu të rejat më të fundit, mund na ndiqni edhe në rrjetet tona sociale. Shpresoj që dita e fundit e aratisjes së Erindës të jetë Berishës, kësaj 18 vjeçare, ditën e sotme, por ne do ta rikthejmë në vëmendjen e publikut dhe të gjitha investigimet që do bëhen si nga ana jonë, si nga ana edhe e koleges time në Strasburg, do të njoftojmë publikun ditë pas dite. Bashkë ndajemi këtu me urimin që Erinda të japi një sinjal tek familjarët, por edhe tek ne. Ne bashkë do takohemi në ditët në vim. Deri atëherë, miru takofshim.